Miqtë e emisionit Vikend ishte pjesa ku pak sa na disponoj. Nuk do të mungon tash edhe ajo pjesa më e bukur e emisionit, duke e zhvilluar biseden me të ftuarin ton. Do të presim kësaj radhe një këngëtar shumë punëtor. Çdo herë punëtorët janë pjesë e emisionit ton. Çdo herë kur do të kenë diçka të bukur dhe të mirë, sigurisht do të jenë këtu bashkë me ne. Janë këngëtarët të cilët dorën në zemër po punojnë shumë, por punëtori dihet, është çdo herë në trend dhe do të jetë çdo herë pjesë e emisioneve anë mban trojeve tona. Emisioni jon Vikend prandaj bën këto ulumtime dhe sigurisht i fton që të jem pjesë e promovimit të klipeve, këngëve të bukura. Kësaj radhe do të jetë Besir Ismaili, një këngëtar shumë i zot. Besir, urdhnoni. Mirë se erdhët në emision. Përshëndetje. Shpresoj se do të kaloj mirë, por Vikendi disi ta morëm për të qenë pjesë e jona, por do të jetë e bukur, me qenë se dihet, çdo kush pret Vikendin të përshojë pak. Po, kënaqësia është e imja që jam në mesin tuaj. Tani dhe nuk është edhe hera e parë që vi, është edhe emisionet tuaj janë edhe si shtëpia ime, është kënaqësi që jam në mesin tuaj sot në këtë ditë kaq të bukur. Faleminderit, urdhno Besir. Besir, që kanë hyrjet e emisionit, shumë mirë e the, neve na vjen mirë, pikës pari që ndjehesh mirë si në shtëpinë tuaj, se kjo shtëpi është e gjithëve, dhe prandaj jo rastësisht e ka vendin çdo kush, por ata të cilët punojnë. Si është një vikendi jot, Besir? Vikendi im është si të gjithë të tjerëve, një ditë që mundohem të flej pak më shumë, pak më gjatë, jam pak sa më i lirë nga obligimet e përditshme të javës, dal diku me familjen, shëtis, pushoj, më shumë si zakonisht në natyrë, edhe kështu përfundon vikendi. Ashtu. Besir, na trego, sot jemi për atë të cilët e thash, punon klipet vazhdimisht, i kemi të lansuara, janë klipe shumë bukura. Na trego si e gjen gjithë këtë energji, po shohim aq këngë bukura, aq klipe me kvalitet të bukur, je për lavdata. Faleminderit. Unë prej në fillimet e mia, dyqysh jam mundu që të bëj më të mirën të mundur nga potenciali im që kam. Dhe kur e marr një punë të caktuar, ta kryej, dhe me thonë, mundohem që t'jetë e përpikt. T'jem i përpikt në atë që e bëj dhe t'ja vleje mundi angazhimi i asaj pune që ndajmë kohë dhe kështu me radhë. Këngët e mia, dhe me thonë, janë disi më të veçanta, pasi që tregu jonë po shihet që kohën e fundit po imponohet nga diçka e njëjtë, vazhdimisht diçka e njëjtë, dhe unë po mundohem të jem jo, me thonë si të tjerët, pak më ndryshe, që kur dikush të më dëgjon, të më shikon mua, t'ja vleje, me të vërtet koha e humbur për mua, që ka nda nga koha e vetë e shtrejtë, të më dëgjon mua, të më shikon, t'ja vlen. Si tekstet, por edhe klipet, kanë ato pjesët e veçanta. Kjo do në mund, Besir, është arritshme për një këngëtar të shoh këtu se edhe nuk e shef ti atë pjesën e ti je shumë komercial, sa i përket ta mendojsh se ta kry një klip dhe në del ku del. Unë si tip nuk jam komercial, nuk jam materialist, unë jam një njeri i cili dua të lë vepra pas vetes time. Pavarësisht se sa çfarë kosto do të kenë ato, mendoj që ana materiale jo
gjithherë i zgjedh problemet, bën diçka të bukur apo është e domosdoshme dhe është e patjetërsueshme. Mundi, ajo dëshira prej shpirtit, domethënë, që e ka një njeri, një artist konkretisht, është më e rëndësishme dhe ajo ndoshta e mapa më të gadalt, por do të arrijë qëllimin e vet herdo kur do të arrijë. Ashtu. Sa të ndihmon kjo Besir, se përveç asaj që ti je një këngëtar, një artist, por edhe e ke vazhduar vazhdimisht edhe pjesën akademike, domethënë, sa janë ndërlidhura këto dhe sa i ndihmon një artisti që të ecë me hapa të sigurt? Padyshim që ana e studimeve, pjesa profesionale, ndihmon jashtëzakonisht shumë në rritjen e një artistit në jetën e tij artistike. Mirë po, nuk është asnjëherë e barabartë një artist që nuk ka kryer shkollë, domethënë adekuate, po, edukim muzikor, edhe një artist kështu siç jam unë dhe grupi im, artist, domethënë këngëtar, muzicien të shkolluar, me shkolla fillore, të mesme, akademi, master e kështu me radhë në sferën e muzikës. Kjo na ndihmon jashtëzakonisht shumë, pasi që ne e kemi studiuar atë që po e bëjmë. Jo vetëm se po e ekzekutojmë, domethënë atë që ekzekutojmë, neve kemi studiuar dikur, e dimë dhe e ekzekutojmë, e performojmë. Këtë që e thua ti, kjo të ndihmon çdo herë të korrigjosh vetveten, Besir, dhe sigurisht që çdo herë të jetë më e mira në vazhdimsi. Po, patjetër, unë jam tip modest, korrigjoj vetveten vazhdimisht, mundohem të gjej gabimet e mia, jam falënderues ndaj atyre që më kritikojnë në të mirë, në anën profesionale, kuptohet. I marr këshillat vazhdimisht edhe nga njerëzit e mi të afërt, fillimisht nga bendi im që performojmë vazhdimisht bashkë, jemi çdo herë kur mundon të më korrigjojnë, jam shumë mirënjohës, shumë falënderues dhe nuk ka njeri që nuk bën gabime dhe nuk i ndihmojnë gabimet. Askush nuk ka lindur i ditur në këtë jetë dhe njeriu ai që don realisht mëson prej gabimeve të tij. Po edhe prej gabimeve të tjerëve që i shef. Ashtu. Pse çdo herë ka një tematik, një domethënie, si teksti, si ato klipet e bukura? Unë jam, siç e ka pak më përpara, një këngëtar, një artist që dua të bëj diçka pak më të veçantë, edhe pse temat disi janë edhe aktuale, me thënë, janë të dëgjueshme, jo që nuk janë dëgjuar më herët, mirë po tek pjesa e klipit, aty domethënë kam hapësirë që ta tregoj veten, ta bëj diçka që se kam bërë dikush më herët. Edhe nuk besoj që në klipet e mia do të gjesh një dytë si ato. Janë të veçanta dhe unë punoj jashtëzakonisht shumë, jam i përpikt, jam delikat me thënë, si fillimisht prej te pamja ime se si dukem, edhe duke vazhdu te teksti, te kënga, te melodia, patjetër që edhe te klipi, edhe te çdo detaj më i vogël, unë merrem veç mas adekuat me secilën, edhe ndonjëherë që nuk është punë ime të merrem, por nga që shumë dua del gjithçka tjetë në rregull. Po në rregull, perfekte dhe lodhem goxha shumë të thënë drejtën, po faleminderit Zotit që arrijet, do të thonë me shumë përkushtim me mund, por arrijen ato që don me arrit, ato dëshirat, ato synimet. Këtë që e tregon, ne zbulojmë se e kanë vështirë edhe bashkëpunëtorët, Besir, të jenë bashkëpunëtori juaj duke e vështirë në atë aspektin se ja vinë për të bërë diçka të bukur ose e lamë krejt. Po, është kjo. Paksa jam paksa i vështirë në këtë drejtim se du me dalë bukur, po edhe jam atë shumë këmbgulës, ua dëshmoj, ua demantoj që do të del me të vërtet bukur, edhe kur mbaron, gjithë thonë bravo, se pas ka vletë.
Na ke lodh, po. Ka dalë diçka e bukur me të vërtet. Do të ndalemi pak tek klipi i fundit, tek kënga e fundit. Ne përshkruaj pak kështu si kronologjit, si ishte ato idejat e kështu me radhë. Na the se kjo diçka ajo fjala popullore që i thatë piqet dal nga dalu ka pije kjo disi. Po. Kënga e fundit, kjo rrjedh nga një miku im, Arben Mehmeti, nga Kërçova, Beni Produksion. Ishim në diku duke bisedu me atë dhe më tha, kam një këngë të mirë shumë për ty, një refren të bukur, tha, për një miku tim. Thasha, mo të dëgjoj, po, tha, kjo tha, për të flenë ty shumë, ta se ti i don këto që janë pak më interesant. Edhe unë dëgjova vetëm refrenin të drejtën e kam dëgju, një sekuencë shumë të shkurtër, edhe më pëlqej jashtëzakonisht shumë. Ta strofat nuk e mbaru, tha po, dyqysh ata pas e pa ideali është me dy mendje. Unë e kam gula, pasi që e pëlqejta shumë, edhe që unat e bendit e pëlqejta shumë, edhe vendosëm që ta merrnim këngën. Edhe këngën e ka shkruar një djalë prej Kosovë. Është e komponuar te kompozitori mirënjohur Labinot Mezini, nga Kosova. Dhe kjo këngë ka gati një vit e gjysmë diçka që është përfundu dhe po mendohemi për videoklipin. Ishte këngë e bukur, këngë verore, viti që kaloi nuk ishte mundur realizimi i klipit. Edhe këtë vit fal Benit, i cili ishte iniciatori i këngës, edhe ai na ndihmoi shumë në realizimin e videoklipit. Videoklipin e kanë kryer A-Films nga Kosova, nga Ferizaj, Adriatik Aslanin, cilin e përshëndes dhe falenderoj jashtëzakonisht shumë. Kanë dhënë një mund të madh, janë lodh shumë ma ditë me neve. Ishte një ditë e lodhshme, një teren shumë i vështirë për të xhiru dhe kanë dhënë një kontribut të pashoq, të cilin me të e vlerësoj shumë dhe jam mirënjohës për gjithë jetën. Kjo do të ngel një videoklip të cilin, si me thonë, edhe mbas shumë viteve ku të shihet, prapë mendoj që do të jetë i veçantë. Sigurisht do të kenë mundësi shikuesit në fund të bisedës ta ndjekin edhe videoklipin dhe sigurisht do të binden për shkak se me të vërtetë ishte bukur, e përcjella çdo sceni, çdo detaj ishte i bukur dhe aty shifet se është punu shumë. Besir, meqense jemi në prag të sezonit tash të ahengjeve familjare, çdo këngëtar është i kërkuar dhe sigurisht që këto kërkesa janë të bukura për shkak se ai që të kërkon ta beson punën, ju duhet ta jepni më të mirën prej vetes që del gjithçka e bukur. Na trego si është sezoni i veror i juaj? Sezoni veror është i ngarkuar, i ngarkuar mund të them, si edhe disa sezone më përpara. Ne jemi një grup të cilët performojmë muzikë të mirëfillt, muzikë të pastër shqipe, në të cilën duke munduar që t'jemi të gjithëanshëm, të jemi edhe pranë rinis, edhe performojmë diçka dhe nga këngët e vjetra, për të cilën mosha më e pjekur i dëshiron më shumë. Edhe po kërkohen edhe nga trit, Besir, tash sikur kemi qenë dëshmitar të por i kthehen. Shumë po. Disi këngët e vjetra i kërkojnë, hitet e vjetra i kërkojnë shumë, i kërkojnë. Po, i kërkojnë, janë me të këngët e vjetra kanë vlera. Kanë vlera, kanë tematikë të prekshme, janë këngë të cilët janë krijuar në kohën e dur, nga njerëz të dur dhe padyshim që janë të pavdekshme, dëgjohen edhe kërkohen sot e kësaj dite. Neve jemi
ato të cilët mundohemi t'i performojmë edhe ato, edhe më të vjetrat, edhe më modernet, që të kënaqen, domethënë, publiku nga gjitha moshat. Që t'jemi korrekt me gjitha kërkesat e publikut tonë që e kemi. Më shumë realisht i kushtojmë rëndësi këngës Mirëfillt Shqipe të pastër. Pasi që kemi një muzika shqipe është një muzikë e pafundme. Është një thesari i pafund që jashtëzakonisht do të vlerësuar për mendimin tim dhe do të vlerësuar dhe do të kushtuar më shumë rëndësi në ato burimaret, në ato që të cilat na identifikojnë neve si popull. Hapësira është e madhe, repertuar kemi sa dush, këngë bukura po, hitet bukura po, është gjanaf, mos të rinjallën disa këngë, mos t'jenë në trend, po do të kthehemi përsëri tek ajo, sikur të ri tash edhe në përmbrëmje, e kërkojnë në përmbrëmjet të cilat i reorganizojnë, por edhe në parahingje familjare i kërkojnë disi këngët e vjetra. Këto e kërkojnë, besoj që edhe shumë breza pas nesh do t'i këndojnë, do t'i kërkojnë, pasi që ka disa këngë që me vërtet edhe sa do që të mundohemi neve të krijojmë diçka të re, peshën dhe vlerën aty në këngëve nuk mund ta humbim asnjëherë dhe nuk mund ta kalojmë realisht. Me thonë, ndoshta edhe ka artistë që tani më dhe ndoshta nuk jetojnë, por këngët e tyre janë të pavdekshme. Janë këngë të cilat sapo i dëgjon edhe një i ri edhe një më i moshuar, ka ambicje, ka një farë si të them, një farë gëzimi, një farë e veçon diçka. Ato këngë janë të cilat nuk vinë më prapë, mendoj, nuk kthehen prapë. Pasi që koha ka qenë një kohë e cila ka pas vlera, jo vetëm në sferën e muzikës, po ka pas edhe në letërsi, edhe në gjitha sfera tjera, ka pas njerëz me peshë të cilët kanë shkruar nga shpirti, janë ballafaqjuar, domethënë kanë trajtuar tema të cilat kanë qenë të prekshme aktualit kohës. Siç e dimë neve si popull që kemi kaluar populli jonë në për shumë sfida, tema dashurie, tema sociale, edhe më shumë të prekshme, balada të ndryshme, këngë të gurbetit, kushtuar prindve gurbetit, me thonë vendit dhe lindjes, e kështu me radhë, tashmë nuk janë ato temat, nuk janë aktuale, nuk jetojnë me ne, kanë ngelur vetëm këngë. E kjo është e bukur. Mirë, tash besira është diçka tjetër ku prindet kanë pa një djalë vetëm kur ka ardhur në pushim, tash nëpërmjet rrjeteve sociale shihen çdo ditë. Po, kjo është ajo që e bën diferencën, domethënë. Diferencën dhe por sigurisht ne do të ecim me kohën, do të jemi në trend me ato të cilat të kërkohet nga vetë e ceke mes tjera që baladat. Sa i preferon Besiri, sa i këndon këto, sa e gjem vetën në balada? I preferoj, i dua shumë. Këtë më së miri dëshmon balada ime e fundit. Ashtu? E ashtu quajtur Dedikim, e cila më flen në shpirt, është diçka e bukur që sa herë që ta shoh emocionohem, e këndoj vazhdimisht, edhe kam edhe disa balada të tjera, të cilat do të vinë më pas, por kjo është diçka e veçantë nga unë. Prandaj shikuesit do të kenë mundësi edhe atë këngë, atëherë ta dëgjojmë qenë se tashmë hinin këtë bisedë edhe është mirë ta ndëgjojnë shikuesit. Besir, do të jetë kjo një pauzë jotja apo do të vazhdojsh me diçka kështu të bukur atë na sjellish përsëri? Në qenë se dihet, janë muaj të cilët kërkohet shumë punë tek ju don të orientojnë në tjetër kaje tash këto ahengjet familjare, çdo këngëtar është i angazhuar. Janë ata pauzat ku tash këndohen gjithë ato fritet që vetëm që i ke bën. Unë
Do të vazhdoj padyshim me këngë tjera, kam edhe shumë këngë tjera të realizuara, të cilat në vazhdimsi do t'i realizojmë edhe me videoklipe, por pasi që të mbaron sezoni i verës. Në më thonë se e kemi sezonin shumë të ngarkuar, me ahengje, me mbrëmje, dhe pas sezoni do të vazhdojmë me projekte të cilat i kemi lënë për gjysë dhe do që t'i vazhdojmë t'i punojmë. Presën përfundohen. Po, padyshim. Këndimi live, Besir, sa e preferon të këndosh live? Kemi qenë dëshmitar të ndëgjojmë në shumë raste performance bukur dhe ja vlen që zoni jëtë të shfrytëzohet edhe në këndimet live, kështu që e praktikon, jo që se praktikon, por sa të vlen ti, sa e preferon? Kryesisht unë jam këngëtari i live-it më shumë. Unë më shumë performoj live dhe të them drejtën deri më tash nuk ka ndodhur që të performoj dikun playback. Pasi që jam këngëtar i live-it dhe mendoj që secili këngëtar, që i thot vetë këngëtar, duhet të përkushton më shumë kohë ushtrime vetes të performon live, se performanca live është ajo e cila të identifikon kudo që të shkosh. Është diçka që zani, me thënë fyti zani, është një instrument të cilën ne këngëtarët e bartim me vete. Falë Zotit, e kemi me vete dhe ajo është dhunti. Po, është dhunti dhe në moment që dikujt i thua unë jam këngëtar, apo të paraprakisht të kanë njohur publiku, të shohin dikun, të takojnë, edhe ka ndodhur që edhe na kanë thonë, a ka mundësi të këngën tënde të fundit, ne performojsh pak lutem, edhe ti në moment që je, po them, si out live-it më shumë, edhe është siklet. A në moment që je aktual... O, jam i ftoft, o, jam i smut, o... Po, do të dalësh për situatet dyqysh, po, se ndryshe problem. A në moment që thot aja ashtu ti me kënaqësi edhe pret, edhe performon e këndon, edhe kënaqësi dhe me thonë edhe për ty, po edhe për atë që të dëgjon, dhe e dëshmon vetveten se me vërtet je ai që po, me një fjalë, që po prezentohesh. Sigurisht. Je me vërtet ai që po prezentohesh. Atëherë Besir, do të na këndosh live diçka? Kisha dasht, unë kërkoj shumë, por për shkak se u futëm te dedikimi tash disi po mvret ajo, po të paktën të kësaj të fundit një refren tak ne këndosh. Po, s'ka problem. E dim që këtë ta bëj këtë kërkesë për shkak se e di që kemi qenë tash dëshmitar të asaj që e shohim se të shkon zani live ashtu siç e don zemra. Ma mirë me ty e fukara, se pa ty e me Lejla, si të kom pa ndash një kom ra, si na nuk ka. Bravo. Kjo është pjesë e shkurtë e refrenit. Këngës fundit të drejtë në për herë të parë në emisionin tuaj, e performoj këtë pjesë të refrenit live. Pasi që në vazhdim e sipër në për ahengjet në përmbrëmje që kemi, do të performojmë, po ishtë shumë shpejt nga publikimi i këngës, do të para 4 ditë që ka dalë kënga, edhe për herë të parë kam nderin që ta këndoj live të ju. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Besir, të gjithë ne dim se tash gjithçka është bë komerciale, por disi e shoh që mrena bisedës e shoh që ke dëshirë që këto këngë tuaja të mbeten pavarësisht si do të ecin, ke dëshirë që të mbeten këngë të cilat kurdo që të lëshohet, kurdo që të ndëgjohet, ta ketë atë përshtypjen se është bërë diçka. Sa e don këtë pjesë që këto këngë t'jenë ajo, t'jetë ai letër njoftimi jot i karrierës tënde? Pavarësisht momentit material, komercial, unë punoj që këngët e mia t'jenë një vepër e lënë, më thonë, pasi
që unë edhe mos t'jem, këngët e mia t'jen aktuale, këngët e mia, veprat e mia t'i gëzojnë edhe fëmijët e mi, të cilët në të ardhmen edhe kur të prezantohen që janë fëmijët e Besir Ismailit, veprat e babait të tyre të kenë një farë hieshie për të parë dhe për të dëgjuar nga njerëzit, dhe kjo më bën dhe do të më kishte bërë edhe më shumë të lumtur të jetë kështu, mos të jetë vetëm e kohës, e momentit komerciale dhe të kalon, por të jetë diçka që do të më identifikon edhe mbas shumë viteve. Ashtu. Është tregu i madh, është konkurencë e madhe, por më pëlqen kjo Besir tek ju që është ajo vetbesimi, që e bën, sigurisht e bën nga ajo që vetbesimi arrihet nga ajo që e din zotësinë tënde, e din zotësinë e punës tënde. Por na trego tash të gjitha të cilët mos ta bëjmë shumë të madhe se për një këngëtar që është në ngritje e sipër, se duhet të shef gjëra të cilët a do të mund të deportoj ose jo. Sa e bën puna këtë gjë, për shkak se thash këtu të ti kombinojmë edhe pjesën akademike edhe pjesën profesionale kështu si këngëtar, sa e bën këtë një këngëtar të jetë i kompletuar dhe mos të mendon vetëm për atë se si do të jetë, a do deportoj në treg ose jo, por vetëm që të ketë besim tek puna. Shumë pyetje me vend kjo që ma drejtove, falenderoj për këtë pyetje. Është një pyetje më të ndërthurur mirë, një pyetje, një temë të cilën shumë pak e trajtojnë në për emisione dhe e trajtojnë edhe në aktualitet artistët dhe gjithë ata që janë në, po them, në sferën tonë, në botën tonë artistike. Padyshim që pjesa akademike është një pjesë më e rëndësishme se kjo komerciale, po që të dyja bashkë këto të hapin me dhe më shumë rrugë. Mirë po, në kohën aktuale, këto të dyja bashk, mendoj që nuk të ndihmojnë shumë nëse nuk ke përkrahje mediatike. Përkrahja mediatike fatkeqësisht në vendin tonë është zbe në një farë mënyre. Këtë e vëren gjithë artistët, edhe ju gazetarët, edhe vendi jonë. Do me thonë, për momentin, pjesa më aktuale mediatike, ai bumi mediatik i gjithë shqiptarëve është Kosova. Nuk jemi as ne në Maqedonisë Veriut apo Shqipërisë, është Kosova. Vjen keq se si më the pak më herët, puna dhe pjesa akademike këto nuk të ndihmojnë në atë qëllimin final, që a do të ngrihem apo jo, a do të arrijë atje ku du apo jo, a do të deportoj ajo. Këto ndihmojnë shumë pak. Pjesa mediatike është ajo kryesorja. Tash edhe rrjetet sociale, Facebook, Instagram, TikTok, këto të bëjnë viral, do me thonë, pa dikush pa qenë me asnjë bagazh, pa qenë askundi, me një refren bëhet viral dhe po dhe si thon kosovarët, shumë mirë, shumë bukur e përdorin, edhe këto punët e mia apo dikujt tjetër ndër vite të ndërtuara janë askund. Mund të bukfalisht që janë askund për shkak se publiku merr atë që i servohet. Edhe pavarësisht rrugës si ke arrit deri aty, ata e kërkojnë finalizimin. Ai refreni, do me thonë, ai refreni që përmendet ti që dhes, ai refreni do të jetë aktual tash për tash. Jo vepra, jo hapa të ngandaltë të sigurt, edhe me një background akademik dhe të shkolluar, këto nuk kanë shumë vlerë. Do me thonë, publiku nuk pyet edhe në atë detale në kohën e fundit. Si disa vite pak më herët që ishte, po them, shumë më e vështirë, edhe ka qenë më vështirë, po edhe ka qenë me një themel më të fuqishëm, më të fortë. Diçka që ka pas më pak këngëtar, por ka pas kualitet.
themi drejtën, për së dyti herë më nuk lindin këngëtarë si ato që ka pas deri tash, mos i përmendi me emër. Mira, mo besim nuk ju ka dhonë gjithë kujt hapësirë. Tash hapësirë ka gjithë kush, ndoshta ma tepër për sende jo kualitative, po ipët hapësirë çdo kujt, por disi ndoshta këtu do të pajtohemi bashkë se ato të cilët po ngritën shpejt, ndoshta vetëm matë refreni ngritet, por edhe bjerë shumë shpejt. Kemi shumë kohë në televizion edhe kemi pa këtë trend se si janë ngrit shpejt edhe kanë ra shpejt, ndoshta edhe nuk ekzistojnë mo. Janë orientu komplet në profesione tjera, por jo që puna e bërë ashtu si duhet në çdo herë, edhe ndoshta e the shumë bukur, nga dal hec, por dhe del në pa. Po. Unë po mendoj që ato që i përmende pak më herët, ato e bëjnë atë, si me thonë, atë të vështirën. Ne e bëjnë neve pak sa më të vështirë. Na pengojnë, realisht, na pengojnë. Na pengojnë, por të qëllimi final nuk arrijnë. Si ngriten shpejt edhe zhduken shpejt. Ndërsa veprat e mira, të ngadalta, ato do të ngelin edhe si një bagazh, siç e ceka pak më përpara, për mua, për familjen time, edhe për gjithë publikun shqiptar, për kombin tim, do të ngelin ato vepra të cilat i kemi bërë dal nga dal me shumë përkushtim. Qëllimi im nuk është material, por është qëllim i, me thonë, synim për shumë vite më pas. Sigurisht që po. Do të shkojmë paralel të dija nëse t'jepet mundësia, Besir, edhe muzika, edhe pse një profesor në të ardhme në një shkollë, pse jo edhe në një fakultet? Po, patjetër që po. Unë edhe kam qenë mësimdhënës, tash aktualisht nuk e ushtroj profesionin e profesorit. Mere më shumë i kam kushtu kohë anës profesionale, të ngritjes në karrierë. Po, ngritjes në karrierë, edhe beso që nuk po gjej hapësirën që t'jem edhe është privilegj, është shumë diçka me peshë, t'jesh një mësues, një profesor, është një peshë jashtëzakonisht e madhe, bartësh në vetvete të edukosh breza për ardhmërinë, të edukosh të ardhmen. Është një përgjegjësi i jashtëzakonisht shumë e madhe. Sigurisht. Për të gjithë ata që janë mësimdhënës dhe pretendojnë të jenë mësimdhënës, do të kisha lutë që të jenë shumë të vëmendshëm, është profesion i shenjtë. Ashtu. Ta them me sinqeritetin më të madh, është profesion i shenjtë që të edukosh breza të cilët do të përfaqësojnë në të ardhmen neve, vetveten, familjen dhe kombin tonë. Ashtu. Mos të merret ky profesion shkelesh kohë, mos të merret ky profesion vetëm për një pagë, si të them. Ashtu. Është profesion i shenjtë. Duhet merret me shumë sinqeritet, me shumë përkushtim. Sigurisht. Edhe shpresoj do të ishte privilegj për mua që t'jap kontributin tim edhe në këtë sferë dhe t'jem i përkushtuar ashtu siç jam për projektet, për këngët, për mbrëmjet, për ato të cilat njerëzit mi besojnë ditët, netët më të bukura të jetës tyne, t'jem ashtu i përpikt edhe në mësimdhënie dhe kjo do të më bënte edhe më të kompletuar edhe më të lumtur. Sigurisht. Besir, shikuesit do t'i lëm pas kësaj bisedës të kënaqen me këngët e juaja. Unë në ti duke të dëshiruar shëndet së pari, ti jesh kështu në formë të bukur për të na sjellë gjithçka më të mirën dhe për të pas sigurisht në emision prap me këngat bukura, por me ideja në më të bukura të cilat do të jenë pjesë e këtij emisionit, ndoshta sezonin e ardhshëm, por kësaj here unë dëshiroj shumë suksese dhe faleminderit që ndave kohë këtë vikend të jesh bashkë me ne. Faleminderit shumë, kënaqësia ishte imja që isha pjesë e këtij emisionit kaq të bukur nga ju dhe
do të kishte qenë kënaqësia ime të jem gjithmonë pjesë e emisionit tuaj me këngët e mia dhe veprat e mia të bukura. Sigurisht që po. Të nderuar miq, do të bëjmë një shkëputje të shkurtër për të ndëgjuar këngët nga Besir Ismaili dhe do të rikthehemi përsëri në studio.